Përshëndetje zoti Desiderio, si jeni? Përshëndetje juve, mirë, Si shumë jeni? mirë. Ne ku ndodhemi këtu? Ndodhemi Mund Xhufun, Monte Cilfone, një orë arbreshe, Tamulizit. Tamulizi. Këtu është një qytet e cila është sa shekullore. E ka më ke 500 vit Më shumë se 500 që arbresht janë erdhen tu. 1407, 408, 5500. Kjo është një qytet i bukur, është një qytet shumë i bukur, ka histori, ka kulturë, janë këto murale si që na kujtojnë, po themi, gjithë historinë tuaj, traditën tuaj, po e shoh bosh. Nuk shoh njerëz shumë. Jo, ka kulturë, ka kënke, kemi patëm një studius që bëri një libër, që ishtë Matteo Giorgio Dilena, ka ki libër a i thot historinë ta Hors, ta Katundit. Ne që po flasim për historinë, e keni në muralet. Murales ta Shëngjergjit, pse ke shenjti i madhë ta Hors i Shëngjergji. Drejt. Kisha ka ruajtur një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e kulturës. Po është bosh apo jo? Shëngjergji martir. Na një shmujtur. Shmujtur pse keti në Taramut, tërmet në 1.907 vit prapa. Juve keni vendosur të transferoheni në Shqipëri, jetoni në Durrës. Pse ka ndodhur kjo? Mendojta kështu, e ndodhe mirë atje, më pëlqen të ri. Në Shqipëri jam në Durrës, nani në mars bën 2 vit, kam uj marsit, bën 2 vit që jam atje. Dhe ndihesin shtëpi apo jo? Kam ri atje, më pëlqen. Po vete Tiranë, bëjnë turistin, vete ta qytetet ta Shqipërisë, më pëlqen. Atëre, le të flasim përsëri për qytetin tënd. Ti ke lindur këtu? U kam lindur tu. Je rritur, i ke bërë gjitha këtu, ke familje? Gjithu, kam shpinë tu, kam familjen tu, o marrë tu shtu, kam familje tu, familjet mit janë tu, të mbirë janë tu, kam një birë e një bilë. Një vajzë dhe një djalë. Një djalë. Më fole për para për stemën e kësaj komune. Çfarë tregon stema? Stemi i komunës ishtë një grifon. Grifone, që ishtë një animal mitiko. Ka gjegën të lionit. Luanit, lionit e koqën të një shqiponin, një aquila. La testa aquila. Më thot që... Ke qëron në est, në lindje, ku lehet dio. Kështu, bën kaq ftohtë gjithmonë këtu në komunën tuaj, në katundin tuaj të Montecinfones? Sot është ftohtë. Njëtë ku po të kuptojtë. Është fa freddo qua, fa sempre così. Këtu imi 405 metre, lartë në detit, ka dimri shtoktë. Shtoktë, shumë shtoktë. Jak sot. Ju më thatë që i keni 2 vjet që jetoni në kështu. Unë shoh shumë shtëpia të bukura, shekullore, po që janë bosh apo jo? Janë shtëpi, sono vuote le case, pse gjindja janë trimet e kapillet nga vunjë më kuror, në ngish punë, ngish lavor tu ka Molise është një region anomra, ci sono delle opportunità, janë opportunitetet. Ju, si mendoni, se ju jetoni, ju jeni njëri i shkolluar, si mendoni, a duhet bëjnë më shumë qeveria e Shqipërisë dhe qeveria e Italisë për komunat tuaja që mos jenë kështu boshe? Po të bëjnë, ja regiona Molise bën ta gjë, imi është regiona vogla. A numra per dire povero. Unë mendoj që ky është një qytet i bukur, do të ishte një sit turistik i jashtëzakonshëm për turistë shqiptar që vinë nga Kosova, nga Shqipëria apo jo. Mund Xhufun është një bukur hor, një hora bukra, kemi dhe një pigë a madhe, 80 etre, një bukur pigë që bëhen ekskursione. Kemi horën, qendri historik ta Hors, kemi kulturën, gjuhën arbresh. Nani ndonjë asociacion do rëbëje një grup folklorisk për kënke, per bëja ricerche si për këngëve të vitra. Këtu janë katolik? Tu jemi katolikë, ma njëra 1700 ishëm Bizantin edhe na këtu.
Pas dalë, u bëhem katolik, jemi katolik. Ju, si mendoni, çfarë duhet bëj Tirana për arbëreshët? Dhe ka detyrim, po themi, në preambullin e kushtetutës, që të ketë vëmendje nga shteti shqiptar. U di che Tirana, governi shqiptar, ka, per esempio, një qendër i studimi, qendër studi për Breshtë, që bën shumë për Breshtë. Publikon dokumenta, bën konvenje, bën shumë për Breshtë. Mund bën dagje dhe për Breshtë. Për Italinë, edhe Italia të Përshëndetje Geri Ballo, si e? Përshëndetje Artur, mirë, faleminderit. Ku u takuam sot ne këtu? Po u takuam këtu në Arbëri, të Arbreshët. Në Arbëri. Pra në cilën komunë jemi? Jemi në Montecilfone, Mundgjefun. Mundgjefun, po. Atëre, ç'ne jemi mësuar të shohim aktivitete sociale, keni një aktivitet këtu? Tani, unë kam aktivitet këtu, unë faktikisht kam shumë vite që frekuentoj dhe bëj aktivitete me Arbreshët. Po, ndërkohë në këtë qytet kaq të bukur. Nga ky drejtim. Kemi aktivitet, po. Aktiviteti është i lidhur me një platformë ku duam të promovojmë realitete si ky, nga i cili dolëm tani, që është një hotel, ka të tjera, ka B&B, ka agriturizma. Pra ky është një hotel arbëresh në një qytet arbëreshe. Ju e patë edhe emrin, se shpesh... Ri mirë në Shqip do të thotë qofsh mirë. Qofsh mirë, edhe arbëreshët këtë kanë si shprehje, qofsh mirë dhe kështu që quhet ri mirë. Dhe si ky ka aktivitete të tjera që merren me mikpritjen e turistëve, qytetarëve që duan të vizitojnë këto komuna dhe për këtë arsye. Deri unë vura si gazetar, se ti je, për sa kuptoj unë ke me tjetër qëllim. Vura re si gazetar një sit turistik i jashtëzakonshëm ky qytet, kjo komunë, po dhe të tjera që do vizitojmë pse jo edhe bashk, po ideja është që unë shoh shtëpia bosh, shoh pak njerëz. Si mund të bëhet që këto qyteza, këto site historike të kenë njerëz? Tani ky është pak a shumë edhe qëllimi i projektit. Këto site kanë disa, të themi, problematika të lidhura me territorin, që ka emigrim të seksuar, janë zonat e thella të jugut të Italisë, por nga ana tjetër diçka mund të bëhet. Diçka mund të bëhet dhe e para është pikërisht një rrjetëzimi të gjithë këtyre strukturave, njerëzit të dinë shqiptarët, të dinë italianët që mund të jenë të interesuar për këtë pakicë gjuhësore historike, siç e quajnë italianët, që është kaq unike, kaq interesante, dhe të dinë që mund të vinë këtu, mund të njohin dhe të pastaj edhe të flenë, të qëndrojnë në këto katunde arbreshe dhe një promovimi të gjithë kësaj, siç po bëni dhe ju faktikisht. Me një promovim të festivalit. Çfarë ofron ti konkretisht me Made in Arbëria? Konkretisht unë ofroj një platformë që bëhet piktakimi mes atyre që duan të zbulojnë të gjithë. Unë e shikoj Arbërinë si të themi një mozaik elementësh. Për informacionin tënd, ndërkohë ne që flasim, do transmetojnë dhe pamje me dron nga kjo qytet e mrekullueshme. Shumë e bukur. Shumë ide e bukur, sepse ideja është pikërisht që si kjo qytet ka të tjera, Arbëria është një mozaik shumë i bukur në të gjithë Italinë e jugut, dhe duhet një vend ku të gjithë ne të takohemi me gjithë realitetet aktive sot në gjithë katundet arbreshe. Pra, siç thash, kemi këto vende ku hotele, B&B, po kemi shumë prodhime ekselente. Një gjë konkrete dua të di unë. Çfarë mund të ofrohet për këto vende të mrekullueshme, një projekt turizmi për shembull? Pse jo të bëhet me dije që këto qytete janë me një kostë të ulët, me natyrë të mrekullueshme, me mikpritje të jashtëzakonshme që ne të dy edhe shumë nga ne që vinë në Arbëri e kanë bërë re, që vinë të bëjnë gjita turistike. Patjetër, duhet bërë, është pjesë edhe e projektit tonë. Për më tepër, ne si shqiptar kemi një vlerë të shtuar, që është fakti që dëgjojmë persona që flasin arbërisht, që flasin gjuhën tonë, shqipen e vjetër. Që na duan shumë edhe pa na njohur, pikërisht se kemi këtë lidhje historike. Është e jashtëzakonshme që të vish në Itali, të shohësh bishkrime në Shqip, të flasin në Shqip e tjerë, por për më tepër është gjithë kjo bukuri, pra nuk vjen vetëm për çështje patriotike, po vjen edhe për një bukuri dhe një veçori që ka secili nga katundet arbreshe.
Disa hyra vurare më shkuan syt, normal kjo tabela këtu, ka mastra ditarja e kulturës arbëreshë ndërmjet bregut dhe detit Adriatik, ku ka ardhur dhe zoti Bajram Begaj, presidenti i Republikës. Te Republikë se erdhi këtu hapëm një mastër, ka mastra që ishte emri ta asociaciones që kemi këtu më në gjufun, ka mastra ishte një rivistë që keti thritur dritarja kulturës në mes të bregut të detit Adriatico, një parathire si për derit Adriatico, thomina me gjuhën arbëreshë flasmi më në gjufun. Zoti presidentet e Republikës të Albanisë, Bajram Begaj, vizitojti e inaugurojti këtë mostër. E këtu ka kjo mostër janë 500 vitë dopo pas arbresht. 500 vite histori, Histori, si për arbreshtve të që janë ka Italia e ka Molise, janë eredet e Skanderbergut, e ishte dhe storia. Janë 4 komunat, pra janë të ndara këto tabelat, 4 komunat arbreshet e Molise. Janë 4 komunat arbreshet e Molisit, ish Kemarini, por Kanoni. Këtu zonja Puliese jemi në... Ka një salë të rivista Kamastra, të redacionës, e këtu ishte Hora Mundgjufunit, të reprezentur, këtu ishte kultura, e këtu ishte 500 vjetë, e këtu ishte ruri. Këtu janë këto rivista Kamastra në vite. Të riviste Kamastra të 30 vitë. Po, 30 vite. Këtu janë të partë numre që dohen atëherë. Numrat e partë të kësaj reviste. Kjo është Kamastra. Kjo është Kamastra në simbolikën e vetë. Simbolikë që janë qerkje që reprezentojnë një gjithë hortë të Italjes e të Albanisë ku flitet arbrishti. Veshjet arbëreshe. Veshjet arbëreshe. Ajo kukulla aty me një veshje të një zone caktuar, kjo këtu është një mrekullim vete lueshme. Këtu janë dokumente, kjo është një tërë salë, dhe këtu janë dokumente libre. E para gjë që më kapi syri është Pazolini që na kujtoi. Atëherë të mund gjufundin, me që jemi mund gjufund, po e lexoj unë sa mundem. Allora, ishi një ditë, të mujtë prigët, ishi një motë të pavare, thom ti lule, thom që ke sembu kja dhe mahare. Ngrita sitë për dajru dhe paqë një copre. Një copre. U kërdoja që ishi lëti, ishi albresh dhe flisi si gjane. Thumë ti lule, thumë që je sembru kja, ma maju mahare. Kisha një kopsht për par në shpisë, gjithë lule dhe manusakje, ngrita dorën dhe zëra për dhe që ta prura me hare. Thom ti lule, thom që sembu kja e maju me hare. Bravo, Montecifone. Një këngë të rurit, oj more, oj more. Oj more, oj more. Dinur Brondi, hine, me qytetarin e parë të komunës. Përshëndetje, ju jeni? U jam zonja Maria Giovanna Rocci e marrëpis ka sportelita gjuhësor të bashkisë të Mundgjufunit. Pra ju prisni qytetarë që duan dokumente si në gjuhën italiane dhe në gjuhën arbëreshe? Na bëmi ditë dokumentet sia italian che ka gjuha arbresh, bëmi dhe certifikate ta kurors, ta kur martohet njerëz. Martohet do njeri, dhe vinë na lipën certifikatin ma gjuhën arbresh na ja bëmi. Edhe certifikatet për kreaturet që lehen. Si mitë patëm një di kreature që u lehen, e jatje jëma na lipën certifikat. Kjo është gjë shumë e bukur që kur lindin e duan certifikatën e lindjes edhe në gjuhën arbëreshe dhe në gjuhën italiane. Përshëndetje Giorgio Mano, kryetari i bashkisë Montecifones. Faleminderit që na prisni në komunën tuaj. Na keni shoqëruar dhe mbështetur gjatë këtij programi televiziv. Shumë faleminderit.
kam shumë herë erdhët të usod ma delegacionën Albresh, ju harëstisën që erdhët, që ishtë ufigji im, ufigji ku bëmi gjundën, ku bëmi kur junire me matiret kunzëllire. Pra, kjo është zyra e kryetarit bashkisë ku bëjnë edhe takimet me gjundën organizative Këshillin Bashkiak, po themi. Tu ka oktobri erdhi të mgjeja por presidenti i Republikës Albaneze. Presidenti i Republikës së Shqipërisë ju ka dërguar dhe një mesazh falënderimi. Më tërgojtë një mesazh dojnë ditë fa e më ringraziojtë për gjithë atë që bërëm, për gjithë akuljencën që bëri la komunitata Mundxhufunit. Unë nuk e di sa ka qenë i kënaqur presidenti, po unë po e njoh në vetën e parë mikpritjen tuaj arbëreshe. Ju jeni gjithmonë me derë dhe krah hapur. Na kemi derë të hapte, për gjithë Albresht, u akullirë gjithë Albresht që rrenjë në Albanisë. Kam shumë kare kur vinjë në Albresht të këtu. Tashi, presidenti është institucion. Ne jemi institucion tjetër, pushtet tjetër. Dhe unë sigurisht vi për të bërë vizibël këtë realitet të mrekullueshëm. Por presidenti duhet marrë dhe përgjegjësi. Çfarë do i kërkon të kryetari bashkisë të Motel Qifones, shteti shqiptar për të ndihmuar. Shteti shqiptar për të ndihmuar për të ruajtur gjuhën, për të ruajtur traditën që ju po e bëni në mënyrë në vetën e parë. Çfarë duhet të thënë shteti shqiptar? Allora, kuraruri, ma già i bënjë in katirët momente bëjnë të riunione e presidenti specifikojta che ka të preservomi gjuhën. Gjuha ishte importante ka këto komunitate. Pse che ndë biret gjuha, biret l'appartenenza ma Albrecht. Quindi i thash che ka të folje ma Melonen, ka të folje ma institucionet, ma senaturin që ju prezendojtëm dojnë ditë fa, do të intervistojmë. Ke ndërvestojtë dhe Laporti, për të na japje një dorë, për të financioje gjuhën Albresh. Pra, ajo që ju kërkoni, ju sugjeruat presidentin, unë personalisht nëpërmjet ABC Newsit, kam sugjeruar një marrëveshje të re Rama-Meloni, pra, e cila të marri përgjegjësitë dhe detyrimet që gjuha arbëreshe të ruhet në mënyrë institucionale, të mësohet në shkolla. The fjalë të justu, ka të mësomi ka skokt. Unani a breve vurë dojnë soldë për skogën, dojnë soldë për skogën për të mësomi. Dopodiché, masin këtë Albresh, ma krijetar të Albresh, kërkojnë të shtinjë për gjuhën. Kërkomi të vemi gjithë ka një virsë, për të na japë një ndojnë soldë më shumë, anche perché Mundxhufuni ishte janë sportelle linguistike, që ti gja ndërvestojte, gli sportelli linguistici japnin una grossa mano. Po, i kemi intervistuar në 4 komunat, bëjnë një punë të mrekullueshme, por që nuk mjafton. Duhet patjetër mësuar në shkollat, futet në programet e shkollat. Certo, shkolla ishte importante për Albreshin. Puro një orë ditën, kërkomi të preservomi gjuhën. Si the ti, ka të kërkomi të vumi institucionet bashkë, e kërkomi të na jap një ndonjë sold më shumë për Albreshin. Atere, në përmjet ekranit të ABC Newsit dhe emisionit të gjitha rrugët të çojnë në Rom, po t'ja punësin t'i drejtohesh drejt për së drejti zotit Edi Rama, kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, që është një italianist jo do si do, që e njeh realitetin shqiptar arbëresh në Itali dhe që njeh edhe historinë e arbëreshve. Çfarë do t'i thoni drejt për së drejti joti? Apeli juaj për të? Jo, apeli jonë ishte ka të preservoje të gjuhë. Apeli shki. Ka prosmja javë bëjnë puru një letër ma krijetar të tonë, të tërgomi senaturët të tonë, që të anturët Çantamulizit, e shomi të tjareje mesagji Melones. Melonia s'ka të ndërfaqohet ma Ramin. Quindi të ka ta bëmi për të preservomi gjuhën jonë. Atere, unë të nderuar teleshikues, tek zotria, po gjej politikanin e dur, sepse jo të gjithë arrin ta bëjnë apelin, të gjithë i mirëpresin autoritetet shqiptare në mënyrë të jashtëzakonshme, por nuk u kërkojnë detyrimet që ata kanë në bazë të kushtetutës, por në bazë edhe të morali që duhet ketë shteti shqiptar për të prezervuar këtë gjuhë që e kanë ruajtur në mënyrë individuale, në të folur në shtëpi,
por edhe me kurset si që ofron edhe ligji italian 482, 482, por që nuk mjafton, duhet një marrëveshje, pra apeli i drejt për drejt i kryetarit bashkisë të Montecilfones, duhet një marrëveshje Rama-Meloni, e cila të japi zgjidhjen e dur për gjuhën arbërisht. Për këtë pasuri të jashtëzakonshme që nuk vlen vetëm për Shqipërinë, për Kosovën apo për Shqipërinë, po vlen padyshim edhe për Italinë që u ka dhënë mundësi këtyre qytetarëve ta ruajnë, ta mbajnë, por të mos e lejojnë të vdes. Dhe apeli vjen nga zoti Giorgio, edhe emri thot shumë, Mane. Buonasera. Buonasera. Allora, atëre ju jeni? Jam Costanzo Della Porta, senatori i Republikës Italiane, i zgjedhur në Molis. Dhe jo rastisht keni zgjedhur të bëni këtë intervistë në një shkollë, le të themi kulinarie me prestigj të madh, apo jo? Po, ndodhemi në Institutin Hotelier Federico II di Svevia në Termoli. Bukur. A takojeni shpesh me zgjedhësit tuaj? Si funksionon pra marrëdhënia juaj me ta? Ne kemi marrëdhënie shumë të ngushtë me zgjedhësit tanë, me qytetarët, sepse përveç aktiviteteve parlamentare dhe ditëve që jemi në Rom, zakonisht të martën, të mërkurën dhe të njëjtën, ditët e tjera të javës ja kushtojmë territorit. Pra takojmë qytetarët tanë. Qarku zgjedhor është shumë i gjerë, sepse përfshin të gjithë Molisën. Ndaj duhet të lëvizim mes provincës së Campobassos dhe asaj të Isernis. Duhet kohë për të përshkruar të gjithë territorin, dhe është normale që të mos qëndrojmë vetëm në Rom, por edhe këtu, mes njerëzve. Por jam informuar se dhe arbëreshët e kësaj zone, 4 komunat kryesisht, janë zgjedhës në mbështetës tuaj. Është e vërtet? Po, komunat arbëreshe të Molisës janë, ndër të tjera, komunat të Molisës së poshtme, në zonën përreth Termolit, Campomarino, Montecilfone, Porto Canone dhe Ururi, të cilat i kemi vizituar disa muaj më parë, bashkë me presidentin tuaj, Bajram Begaj. Ndërkohë, marrëdhëniet italo-shqiptare për këtë që e një histori nisin që në kohë shumë të largëta, madje dhe antike. Për më tepër, Fratelli d'Italia, vëllezërit Italisë, është tashmë partia e vetme italiane që ka një qendër në Tiranë. Çfarë marrëdhëniesh keni ju personalisht me Shqipërinë? Marrëdhëniet mes qeverisë italiane dhe asaj shqiptare janë shumë të mira. Janë marrëdhënie afërsie, miqësie dhe ndarje vlerash, sepse populli shqiptar është shumë i lidhur me atë italian. Dua të kujtoj se në momentet e vështira të kombit tuaj, gjatë ndarjes së sistemeve, Italia ishte vendi i parë që priti qytetarët shqiptar. Shumë prej tyre kanë mbetur në Itali. Punojnë këtu dhe kanë krijuar familjet e tyre. Marrëdhëniet mes nesh dhe popullit shqiptar janë shumë të mira, jo vetëm me shqiptarët që janë transferuar në Itali, por edhe me komunitetet arbëreshe që jetojnë në komunat tona. Kemi raport shumë të bukur vllazëror dhe është sikur të ishim një popull i vetëm, pa ndarje mes nesh. E quindi diciamo che è come se fossimo un popolo unico, non ci fosse divisione tra di noi. Me të drejtë, a keni vizituar ndonjëherë Shqipërinë? Jo, dhe për fajin tim ende jo. Jam ftuar disa herë, por për arsye institucionale nuk kam arritur të shkoj. Kam folur edhe me kolegë të tjerë për këtë. Me siguri këtë vit do të bëj me shumë kënaqësi një vizitë në Shqipëri. E dini që jemi shumë afër, ka nga ata që e quajnë Shqipërinë rajoni 21, dhe unë personalisht për këtë kam rezervë. Është e drejtë sepse duhet të garantoni autonominë dhe pavarësinë tuaj, por për te ide së rajonit të 21, Shqipëria është një komb, një shtet shumë pranë Italisë, dhe është sikur të ishim një popull i vetëm. Ju e dini se sot nuk ka më një emigrim shqiptar drejt Italisë, por përkundrazi, një emigrim italian drejt Shqipërisë. Kjo është diçka pozitive. Do të thotë që nuk i keni më problemet e disa dekadave më parë dhe që italianët duan të investojnë në Shqipëri. Besoj se italianët janë shumë të mirëpritur në Shqipëri, pikërisht për shkak të kësaj vëllazërie të madhe mes dy popujve. Mendoj se populli shqiptar i mirëpret italianët më shumë se popujt e tjerë evropian. Molto volentieri gli italiani più degli altri popoli europei. Me të drejtë, si do ta vlerësoni titullin e emisionit tim, Të gjitha rrugët të çojnë në Rom? A është ende aktual? Rimane ancora, diciamo, attuale questa cosa? Rimane attuale perché Roma
Është ende aktual, sepse Roma është kaput mundi, djepi i krishtërimit dhe i qytetërimit. Unë e frekuentoj Romën çdo javë, ndaj për mua, rrugët vërtet të çojnë në Romë. Më pëlqen shumë që emisioni juaj quhet kështu, sepse tregon lidhjen mes popullit tuaj dhe kryeqytetit tonë, pra mes jush dhe Italisë, me të drejtë. Vuol dire che c'è davvero quella unione tra il vostro popolo e la nostra capitale e quindi tra il voi e l'Italia. Roma është padyshim qendër nga pikpamja historike dhe urbanistike, por e kam zgjedhur këtë titull sepse mendoj se Italia është e rëndësishme. Unë e konsideroj publikisht një vëlla të madh dhe kur vllai i madh nuk është mirë, mendo për motrën e vogël. Në këtë rast Shqipërinë. Italianët kanë qenë dhe janë ende një popull shumë solidar. Jemi popull mikpritës, kemi kaluar vështirësi dhe e dim çfarë do të thotë të ringrihesh nga hiçi. E kemi bërë për veten tonë dhe e bëjmë edhe për vëllezërit tanë që kanë qenë më pak fatlum. Sot fatmirësisht ata jetojnë më qetë. Por kur ka pasur nevojë, Italia ka qenë gjithmonë e pranishme. Vivono la loro vita in maniera più serena, ma quando c'è stato bisogno l'Italia è stata presente. Të vim te thelbi. Nuk ju pyeta rastësisht për arbëreshët dhe për Shqipërinë. Marrëdhëniet tona janë shumë të pasura dhe si gazetar që i mbuloj për 25 vitesh këto marrëdhënie për Radio Radikale, kam vëretur se gjuha arbëreshe, që është identitare për pakicën historike arbëreshe në Itali, rrezikon të zhduket. Sipas disa ekspertëve, si nga këndvështrimi politik, ashtu edhe shkencor, nevojitet një marrëveshje e re, Rama-Meloni. A do ta mbështetnit ju një marrëveshje të tillë? L'Italia sta rischiando di morire e secondo diversi esperti del campo, anche dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista scientifico, serve un altro accordo Rama-Meloni. Lei sarebbe un sostenitore di questo accordo? Unë nuk besoj se gjuha arbëreshe, të paktën molis, është drejt zhdukjes, sepse në komunat ku flitet, tradita është e rënjosur mirë. Megjithatë, nëse mund të bëjmë më shumë për të mbrojtur pakicat gjuhësore, duhet ta bëjmë. Nëse do të kishte një marrëveshje të tillë, duke pasur parasysh marrëdhëniet shumë të mira mes Giorgia Melonit dhe kryeministrit Edi Rama, unë do të isha i kënaqur dhe do të votoja me dëshirë një ligj në këtë drejtim. Më bëhet shumë qefi. Sigurisht që është e nevojshme, sepse ndoshta molis dhe në disa rajone gjuha është ruajtur, por në zonat të tjera arbëreshe situata është më delikate. Ku flitet për një parti në pushtet, nuk mendohet vetëm në nivel lokal, por në nivele dhe në mënyra të përgjithshme. Non si parla nel modo e non si pensa nel modo locale, ma nel modo globale. La nostra Costituzione tutela le minoranze linguistiche. Kushtetuta jon mbron pakicat gjuhësore, kudo në Itali, dhe është e drejtë t'i mbrojë, edhe atje ku rrezikojnë të zhduken. Nuk është rasti i Molisës, por mund të jetë i Sicilisë apo i Kalabrisë, ku ka pakica të tjera. Pakicat gjuhësore janë pjesë përbërëse e kulturës së territorit dhe duhen mbrojtur, sepse këtë e parashikon edhe kushtetuta jonë. Anche perché, come ho detto prima, la nostra Carta Suprema, che è la Carta Costituzionale, li protegge. Dhe kjo më bën shumë qefin. Ndërkohë, ju falenderoj për këtë intervistë. Si gazetar, u them telespektatorëve të ABC News se do ta ndjek këtë çështje edhe me senatorin Della Porta dhe do të kthehemi ta diskutojmë edhe në Rom një nismë të mundshme lidhur me një marrëveshje Rama-Meloni për gjuhën arbëreshe. Un accordo Rama-Meloni. Non andate via dal ABC News Albania. Të nderuar teleshikues, kjo ishte puntata e radhës e emisionit Të gjitha rrugët të çojnë në Rom. Ne ishim në 2 komuna në këtë puntatë të rajonit të Molisit dhe ju sollëm këtë realitet. Sigurisht e mbyllim duke kujtuar me një apel që bëri kryetari i bashkisë së kësaj komune të rëndësishme, Montecifone, i cili i kërkoi drejt për së drejti kryeministrit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, dhe kryeministres së Italisë, zonjës Meloni, dhe premtoi që do të bëjë dhe lobing nëpërmjet senatorëve cilët janë zgjedhur në këtë komunë, që të realizojnë një akord, një marrëveshje të re për të ruajtur gjuhën arbëreshe, një histori pasurore e jashtëzakonshme kulturore e cila duhet të ruajtur me çdo kusht, që pasi e ruajtën 500 vjet e më shumë, rrezikon të vdes. Në rast se do të merren qeverit
si që kanë bërë popujt dhe si që kanë bërë kryetari i bashkisë, si që kanë bërë të gjithë këta të rinj të reja, disa prej tyre i kemi takuar edhe në Tiranë, padyshim që kjo gjë nuk do të ndodhë. Kështu që e mbyllim emisionin me një përshëndetje në Shqip nga ky komunitet i jashtëzakonshëm i kësaj qyteze jashtëzakonshme që duhet të konvertohet pse jo në një sit turistik. Njerëzit të vinë ta njohin ashtu siç e bëri ABC News. Miropafshim. Miropafshim me Shqiponjën. Unë kam edhe një çmim nga Shoqata Kamastra, e cila më vlerëson për ardhjen këtu nga sportelit gjysore, 2 gjysore, në orët, siç i thon këta qytetëve, arbëreshe të Mulizit. Pra është një eksperiencë profesionale e jashtëzakonshme, por dhe njerëzore të cilën ja u sugjerova ju. Na ndiqni në puntatën e ardhshme që do të merremi përsëri me arbëreshet e Molizit. Na ndiqni. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit.